Janë reagimet e para në LDK. Nëse mund të kalonim tash te Lidhja Demokratike e Kosovës, është zoti Arben Gashi, i cili sapo ka postuar kur votuesit flasin, rezultati nuk mund të injorohet. Kërkohet reflektim dhe veprim i përgjithshëm. Po vije ky status nga Arben Gashi, i cili është skejuar, le të themi, apo jo nga LDK-ja kohëve të fundit. A është kjo kërkesë për dorëheqja, si ta kuptojmë? Do shta ju, zoti? Po, mund tjetë që më thotë të ashte në momentin që rezultati nuk është i mirë natyrisht që përgjithësia është gjithmonë e liderit, por kjo është, si më thonë, në mas pari dorëheqja që është, si më thonë, paka shumë edhe akt dhe njëherë moral, dhe njëherë është edhe akt i detyrueshëm, varësisht se si e kërkon, por mendoj që zoti Gashi, do se ka qenë i skajuar, nuk është që i mungon kjo përgjithësi se ka qenë bukur gjatë Lidhje Demokratike, dhe ky rezultati dëb, qysh i shkon, domethënë fatura zoti Tabliçiku, mendoj që shkon drejt zoti Gashi dhe aktivistat e tjerë. Edhe Jona Lushaku ka publikuar. Askush nuk mund të thotë se unë isha më pak fajtor se sa zoti Tabliçiku. Mendoj që gjithë përveç për Parim Ramës që ka shënuar një fitore në Prishtinë, ndoshta me mënyrën e vet pak edhe sjellës së një opozitbërjet që ka bë brenda Lidhjes Demokratike, gjithë figurat tjera janë me shfej popullor që ma bërllok se Lumir Abdixhiku, po të kishëm qitë këtë rezultatit aktual, kuptimin e rezultatit, nuk po flas të vlerave njerëzore, po kuptimin e marrët një rezultati më të mirë në raport me zgjedhjet aktuale. Po nëse mundem Jona Lushaku po ashtu ka, më fal Besnik, për që t'i japim kontekst pak, ajo ka shkruar pra 7 minutash për të gjithë votuesit e sotëm të LDK-s kokën lartë. Një ju dua dhe flamurin e Republikës. Kokën lartë, por nëse ka mesazhe të tilla kokën lartë, i bie që le ta thej kokën LDK-ja me rëndësina me majt kokën lartë. Ata që ja kanë thy kokë komb LDK-s është pikrisht ky grupi i Lumirit, i njerëzve që i ka ofruar afër vetes dhe faktit që strategjisë së Lumirit për ta bërë një LDK të re e për të mos u identifiku... Grupi ISIS ka pas shëndur rezultatet forta, 10%. I ka pas. Shumë ka pas shëndur rezultatet forta. Për të mos u identifiku me thujse kërkën prej gardës së vjetër. Për pos me disa lider rajonal të cilët po i mojnë ato komunat si puna e Pejës, puna e Lipjanit, e Kutadion. Kështu që përgjithësia i takon leadershipit të LDK-s, veçmas klasës së re politike me cilët zoti Abdixhiku ka mendu që do të arrinjallë LDK-n. Ajo që po shihet është që LDK-ja po ka të ndiset drejt atij rezultatit, atij rekordit zi që e ka përjetu në Nistenitën, por mos harroni që ka qenë një rrethon specifike në atë kohë, e dyta LDK-ja është një subjekt që si rezistoi fort këtyne presionem ndërkombëtare tjerë dhe na e dim kush ka qenë kumbara i gjithë atyne zhvillime politike, dhe unë mendoj që nëse duhet po një personalitet që ka bo që opozita me marë këtë të porze është zoti Grenell, të cilët i janë bindë për me rëzu Kurtin, edhe ja pasaj, edhe sot po i vujnë pasojat e ati veprime. E kam një pyetje specifike për ju dy, pra LDK për një kohë gjatë është akuzuar që nuk ju qëndronte konsekuent fjalëve të dhëna, premtimeve kur bënte koalicione me PDK-n. Ndërkohë që tash elektorati po del që as nuk është vlerësues mjaftueshëm për faktin kur ata ndrojnë, kur mbajnë një qëndrim, se LDK-ja gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë konsekuente në kuptimin e nuk ka bërë koalicion me EVV-n, ka thënë këto janë pozicione të qarta. Si ti kuptojmë? Pra, a është ky keqlexim i leadershipit LDK-s ndaj elektoratit saj, apo si ta kuptojmë? E para, LDK nuk ka pas një identitet qartë. Domethënë nuk ju ka drejtu as kategorisë re, as kategorisë mesme, as kategorisë më shume, ka qenë një lloj konglomeratin, një lloj përzimje e porosive politike, edhe askush realisht nuk e ka ditë se çfarë ka pas ide shumë të majta, shumë djatha,
ka pas në për e dyta, fushat në ka pas jashtëzakonisht të dobët. 90% kohës jenë marrë veç me Vuk Hamovicin. Nëse kanë menu që kanë me fitu zgjedhjet me Vuk Hamovicin, atëherë po shihet se sa kanë pas sukses. Domethënë, nuk kanë pas prurje të reja signifikative, Zoti Avdi Gjiku nuk ka pas fushat të mirë, nuk kanë pas përçarje brenda, po ajo çka është esenciale, po them, nuk ka pas identitet. Nga kur ka ardhur Zoti Avdi Gjiku në krye të LDK-s, është prit që SPAK-u ka me kriju një lloj formati që ka me u drejtu edhe të rinjve, për shkak të moshës tij, edhe për shkak të një mungese të madhe që ka pas LDK-ja me këtë kategori. Po, okej. Po, nëse mundin edhe ju se... Okej, po veç të vëllë. Pra ideja është nuk kishte identitet, nuk kishte një fokus, edhe nuk kishte punë në teren. Po shihet qartë, është një dështim i madh, edhe absolutisht duhet me jap dorëheqje, sepse nuk ka më kuptim që të vazhdohet me këtë inercion negativ. Faleminderit, se ka shumë reagime, zoti Muhaxhiri, kërkoj ndjes kur ju ndërpres ndonjëherë, por shkurtimisht ju, zoti Alia, që për çdo çështje të kemi nga një mendim. Shkurtimisht nuk mundem, duhet me elaboru pa këtë punë. Kevet. E para nuk mund t'ja lëm fajin vetëm LDK-s, mendoj që dështimi është i opozitës si tërsi. Mendoj që LDK ka bërë disa gabime strategjike qysh për mbarimin e zgjedhjeve të nënshkurtit, nëse nuk ju kujtohet dhe nëse nuk e harroni. Reagimi i parë i Zotit Avdi Gjiku mas zgjedhjeve të nënshkurtit ka qenë ne smërzitemi për institucionin, ne të bënë ata bashkë, ne të bëjnë ata çka do, ne do të rrim anash, që ka qenë abstenim i votës që e ka marrë, qysh në nënshkurt. Pastaj me kalimin e kohës ndryshon atë lëpën qeveri unitetit që ishte nënsens edhe ajo po ashtu. Mendoj që problemi më i madh i gjithë opozitës ka qenë fakti që narrativën në këtë vend e ka udhëhequr Zoti Kurti dhe nuk ka pas asnjë alternativë të ofruar nga opozita. Në këtë studio t'ju e përmendi Zoti Muhaxhiri faktin e Vuk Hamovicit. Në këtë studio t'ju kam thënë përfaqësuesve të LDK-s që për mu mendoj që është gabim nëse ju